Ju përshëndes të gjithëve, po ndiqni një News Hour në ekranin e ABC News. Do t'jeni me mua Sali Doçin për gjatë minutave në vijim për të njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore të deri më tënishme. Policia e Elbasanit dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë zhvilluan një operacion të gjerë antidrogë në Elbasan, Librazh dhe Përrenjës. Mësohet se në total 16 personat përfshirë në këtë aktivitet kriminal janë vënë në pranga, 8 nga të cilët ishin arrestuar gjatë periudhës 1 vjeçare që kur kishte nisur hetimi, ndërsa 8 personat të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjatë operacionit është kapur edhe një sasi kokaine dhe kanabisi. 16 persona të dyshuar për përfshirje në trafikun e drogës janë vënë në pranga nga policia, 8 prej të cilëve paraditën e të shtunës, ndërsa 8 urdhra ndalimi janë ekzekutuar më herët. Gjithashtu 8 persona të tjerë u shpallën në kërkim. Mes këtyre të fundit është dhe një i mitur i cili do të procedohet në gjendje të lirë. Kjo pas një operacioni antidrogë që u zhvillua paralelisht këtë të shtunë nga policia e Elbasanit dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë në të paktën 3 qytete, Elbasan, Librazh dhe Përrenjas. Uniformat blu ushtruan kontrolle në banesat e personave të cilët dyshohet se ushtronin aktivitetin e palishëm të tregtimit të lëndëve narkotike. Policia gjeti dhe sekuestroi 100 gram kokainë, një pjesë gati për shitje dhe 9 kg kanabis e ndarë në doza për të tregtuar, 5 peshore elektronike, 7 automjete dhe 17 aparate celular. Hetimet për të goditur këtë grup, sipas burimeve, kanë nisur rreth 10 muaj më parë. Policia ka përfshirë agjentë infiltruar dhe ka përdorur metoda proaktive për zbulimin e personave të përfshirë në aktivitetin e paligjshëm. Ky operacion vjen në vijim të operacioneve të ndërmarra më herët të koduar si Rrjeti dhe Tempulli. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka ushtruar kontrolle blic në burgjet e Korçës dhe Pojskës në Pogradec. Urdhri është dhënë nga drejtori Adriatik Kupi në vazhdo në kontrolleve që po kryen në çdo burg me qëllim sekuestrimin e sendeve të paligjshme që mund të ndodhen në ambientet e institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale. Gjatë kontrollit në qelit të burgosurve dhe në ambientet e përbashkëta janë gjetur karikues për aparatet celular, kufje dhe sende të tjera të paligjshme. Policia e Tiranës ka zbuluar vetëm në një javë 9 lokale në kryeqytet ku ushtroi aktiviteti i paligjshëm i lojrave të fatit. Ata ndodheshin kryesisht në zonat e Astirit dhe Kombinatit. 6 administratorë apo pronar të këtyre subjekteve janë vënë në pranga, ndërsa 2 persona të tjerë të përfshirë janë në kërkim. Blut e Tiranës kanë shtuar kontrollet dhe goditjet ndaj këtyre aktiviteteve të paligjshme. Gjatë javës që lan pas, policia e Tiranës ka shtuar kontrollet dhe operacionet në terren kundër lojrave të fatit të paligjshme. Aksionet janë përqendruar kryesisht në disa zona problematike të kryeqytetit ku janë evidentuar dhe goditur ambiente të përshtatura posaçërisht për zhvillimin e kësaj veprimtarie të jashtëligjshme. Sipas burimeve zyrtare, ambiente të ndryshme, kryesisht lokale, shfrytëzoheshin nga pronarët dhe administratorët. Në këto hapësira ishin vendosur makineta elektronike, si dhe tavolina për lojra pokeri. Vetëm gjatë një jave, strukturat e policisë së Tiranës kanë ndërhyrë në 9 raste të ndryshme të shtrira në zonat e Astirit, Kombinatit dhe në disa zonat të tjera përreth. Si rezultat i këtyre operacioneve janë arrestuar 6 persona, të cilët në pjesën më të madhe rezultojnë të jenë pronar apo administrator të lokaleve ku zhvillohej aktiviteti i paligjshëm. Ndërkohë, policia ka shpallur në kërkim dhe 2 persona të tjerë, të dyshuar si të përfshirë në organizimin dhe menaxhimin e këtyre ambienteve. Hetimet vijojnë për të identifikuar persona të tjerë të mundshëm të implikuar, si dhe për të dokumentuar plotësisht këtë veprimtari kriminale. Çmimet e naftës dhe benzinës pësuan një ulje këtë të shtunë. Bordi i Transparencës vendosi që nafta të shitet me 206 lek për litër, ndërsa benzina me 184 lek. Kjo ulje çmimesh reflekton rënjen në bursa ku nafta po shitet me $108 për fuqi pas një çmimi rekord që prej luftës në Ukrainë në rreth $126 që arriti 2 ditë më parë. Karburante do tregtohen më lirë prej 2 majit. Bordi i Transparencës uli me 2 lek për litër çmimin e naftës dhe me 1 lek për litër atë të benzinës. Duke filluar nga ora 4 e pasdites së të shtunës, në pikat e karburanteve 1 litër naftë do të shitet jo më shumë se 206 lek, ndërsa 1 litër benzinë jo më shumë se 184 lek. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit të Transparencës. Çmimi i karburanteve në vendin tonë reflekton atë në tregjet ndërkombëtare, ku kosto ka rënë në $108 për fuqi. 3 ditë më parë, çmimi i naftës në bursa arriti rekordin e shënuar prej nisjes së agresionit rus ndaj Ukrainës në vitin 2022, ku një fuqi u shit me $126.
Mjekja Mereme Sela nuk ka pranuar përjashtimin nga gara për kreun e Partisë Demokratike përballë Sali Berishës. Ajo njoftoi se ka vendosur që ta bëjë betejën e vërtetë ndaj tij në gjykatë dhe SPAK. Sela do të padisë Sali Berishën për manipulim të garës, ndërsa kërkon hetim pasi e quan procesin zgjedhor në parti të korruptuar. Portokallia game over. Atë që nuk e bën burrat në PD vendosi ta bëjë një grua, mjekja Mereme Sela, e cila pasi u përjashtua nga gara përballë doktorit, vendos të nisë betejën e vërtetë ndaj tij në gjykatë dhe SPAK. Pas vendimit të lënies jashtë gare në Partinë Demokratike, Mereme Sela njofton se do të padisë Sali Berishën për manipulim të garës në gjykatën e Tiranës. Vendosat I drejtohen gjykatës së Tiranës me një kërkesë për pezullimin e procesit zgjedhor si të palishëm, të padrejtë, të pabarabartë dhe në kundërshtim me statutin e PD-s të miratuar nga kuvendi dhe të njohur nga gjykata. Por Sela nuk mjaftohet me kaq. Ajo do të kallëzoj Berishën në SPAK për korrupsion zgjedhor brenda PD-s. Ti drejtohem SPAK për hetimin e procesit të korruptuar zgjedhor në Partinë Demokratike nga I pandehuri Sali Berisha, I cili është në akuzë edhe për vepra të tjera penale. Ankesat paralajmëron se do I dërgojë edhe në ambasadën e SBA-s dhe Britanisë së Madhe, aty ku, siç thot dhe vet, profesori I saj është non grata. Madje sipas Mereme Selës, I vetmi nga 5 kandidatët në Partinë Demokratike që nuk plotëson kriteret për kandidat është vetëm Sali Berisha. Pasi I menenin Bashaj që dikur vetë vendosi, duhet të ishte shkarkuar dhe të mos lejojë për të kandiduar. Përballja mes mjekës dhe doktorit doli të ishte një autoironi. Mereme Sela ka marrë përsipër vërtet të kuroj PD-n nga epidemia Berisha. Revista e shkrimtarëve të udhëtimeve Time Out ka shpallur liçenin e orit destinacionin më të bukur në Europë. Revista I quan liçenin si një rast të nënvlerësuar mes dy shteteve, po aq të nënvlerësuar në të shkuarën për turizëm. Liçeni më I thellë I Ballkanit që ndahet mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, tashmë merr edhe titullin prestigjioz për natyrën e qetë, ujin e kristalt, sfondin malor, vijën liçenore dhe qytetet historike. Liçeni I Ohrit është shpallur si destinacioni më I bukur në Europë nga revista e shkrimtarëve të udhëtimeve Time Out. Liçeni që ndahet mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, I njohur si më I thellë në Ballkan dhe nga më të vjetrit në kontinent, tashmë merr edhe titullin prestigjioz evropian, duke mposhtur në gar destinacione të tjera të famshme, edhe të lloj të vet në Europë. Time Out e përshkruan liçenin e Ohrit si një oazë të nënvlerësuar mes dy shteteve, po aq të nënvlerësuara deri tani për turizëm në Evropën juglindore, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Mbi 1 milion turistë vizitojnë liçenin e Komos në Itali për bukurinë dhe vilat Marnice, por Ohri ofron diçka tjetër, sipas këtyre shkrimtarëve nomad, një alternativë më e qetë, më e përballueshme, peizazhi pa kursyer, ujë I kaltër dhe I qelçt, sfonde malore dhe një vijë liçenore e mbushur me qytete historike që duken të ngrira në kohë. Nga njëra anë Ohri, në krahun lindor të liçenit, në Maqedoninë e Veriut, me rrugë me kaldrëm, kisha mesjetare, rënoja të lashta dhe pushime pa çmime të marramense të Komos, në krahun perëndimor, po Gradeci dhe fshatrat shqiptar, që përshkruen si peizazhe të ashpra, por vendbanime të qeta. Nuk lihet pa përmendur fshatilin, I konfirmuar zyrtarisht si vendbanimi më I vjetër me palafite në Europë, veç aspektit historik edhe ai kulturor me shtëpitë e rënojave, mozaik dhe vendeve për kamping piktoresk. Me këtë vlerësim, liçeni I Ohrit lë pas destinacionet më prestigjioze në Europë, nga fjordet norvegjeze, ligjat e Toskanës, rruga e Gjigantit në Irlandën e Veriut, luginën e Moselit në Gjermani, Alberobello në Itali e deri tek Kew Gardens në Londër. Himara çel sezonin veror me 3 ditë feste që kanë mbledhur në këtë qytet qytetar, vendas dhe të huaj. Institucionet vendore dhe strukturat akomoduese janë gati për të pritur turistët këtë verë në qytetin dhe zonat përreth që tërheqin me natyrën, historinë, traditat dhe ushqimet e veçanta. Himara ka çelur zyrtarisht sezonin turistik me një sër aktivitetesh të zhvilluara me këtë rast. Ato do të kulmojnë në mbrëmje me një koncert festiv, ku pritet të marrin pjesë emra të njohur të muzikës shqiptare. I pranishëm do të jetë dhe grupi nga Kosova Elita 5. Festa do të vijojë dhe të dielën, ku pritet të ngjitet në skenë këngëtari grek Konstantinos Argyiros. Aktivitetet sipas kryetarit të bashkisë Vangel Tavo kanë si qëllim promovimin e mëtejshëm të Himarës si një destinacion turistik. Ne synojmë që të promovojmë Himarën
të promovojmë Himarën jo thjesht detin e mrekullueshëm, gjiret e mrekullueshme, natyrën e veçantë që të ofron Himara, të promovojmë mikpritjen himariote, kulinarin e veçantë të Himarës, e shumë të tjera. Synimi është krijimi një pakete të plot turistike ku çdo vizitor që zgjedh Himarën të ketë kujtime të paharrueshme. I ftojmë të gjithë të vinë në Himar këto 3 ditë të çeljes sezonit, pasi jam I sigurt që do ikin me kujtime shumë të mira dhe jam I sigurt që do vendosin që pushimet në sezon t'i bëjnë në Himar. Ata që zgjodhen për të pushuar në Potam të premten, shijuan gjithashtu një koncert me këngë dhe valle popullore. Sezoni pranveror dhe moti I mirë kanë mbushur Shëngjinin me vizitor. Qyteti bregdetar po frekuentohet këtë fundjavë nga qindra pushues nga Shqipëria dhe Kosova, por edhe nga shtetet të huaj. Operatorët turistik thonë se numri I rezervimeve është I lartë, duke premtuar dhe për një sezon të mbar veror. Megjithse sezoni ende nuk ka nisur zyrtarisht, në Shëngjin atmosfera I ngjan asaj të muajve të verës. Ditët me diell të këtij fillimaji kanë mbushur me vizitor Bregdetin. Në bare dhe restorante gjithashtu janë shtuar vizitorët. Pushues nga qytete të tjera të vendit dhe nga Kosova kanë zgjedhur ta kalojnë fundjavën në këtë plazh. Fillimisht e kemi pak më afër nga Kosova, pastaj e kishim një pushim të shkurtër dhe erdhëm ta shfrytëzojmë sa më gjatë. Kjo ishte arsyeja që erdhëm të kalojmë disa ditë këtu në Shëngjin. Kush punon pak shlodhet, freskohet, fiton energji, tonën starton. Operatorët turistik dhe administratorë të hoteleve në Shëngjin thonë se prenotimet kanë nisur herët. Kjo prani e shtuar e vizitorëve me fillimin e majit sipas tyre konfirmon tendencën e viteve të fundit, ku Shëngjini po shndërrohet në një destinacion gjithnjë më të pëlqyer për të pushuar jo vetëm në kulm të sezonit veror. Shumë të huaj që vizitojnë Shqipërinë shfrytëzojnë udhëtimin jo vetëm për turizëm, por edhe për shërbime shëndetësore, kryesisht në klinika dentare apo në ato estetike. Ata thonë se këtu ofrohen shërbime cilësore në kohë të shpejtë dhe me çmime shumë të favorshme. Vjeçarja nga Italia, Michelle Zingales, erdhi në Shqipëri për studime 6 vite më parë. Së fundmi ajo tregon se edhe shërbimet dentare ja ka besuar specialistëve në vend. Jam Michelle Zingales dhe vi nga Italia. Studioj stomatologji në Shqipëri dhe prej 6 vitesh jetoj mes Shqipërisë dhe Italisë. Shërbime dentare I kam kryer këtu dhe kam mbetur shumë e kënaqur. Për këtë arsye dhe familja ime, motra dhe mamaja I marrin shërbime dentare në Shqipëri. Vitet e fundit Shqipëria nuk po shihet më nga të huajt vetëm si një destinacion turistik, por gjithnjë më shumë po zgjidhet edhe për shërbime shëndetësore, kryesisht estetike dhe ato dentare. Vjetrej që nga viti në vit shtohet më së shumti, shtohet larmishmëria e shteteve që vizitojnë pacient Shqipërinë për të marrë shërbime estetike mjekësore në Shqipëri. Shërbimet më të kërkuara janë të gjithë spektret, por ato më specifikët janë dentaret, estetiket, plastikët, zgjedhin më së shumti në pjesën e implantologjisë. Kurorat, maskerinat janë pra shërbime fikse që ti I jep dhe pacienti e merr shërbimin një herësh, ose të paktën në 2 faza. Sipas specialistëve, por edhe vetë Michelle, besimi ndaj mjekëve shqiptar shpesh vjen përmes rekomandimeve. Ata thonë se në Shqipëri nuk gjejnë vetëm cilësi, por edhe kosto të përballueshme krahasuar me vendin e tyre. Unë nuk kam besuar sugjerimeve të miqve të mi, të cilët nuk kanë folur shumë mirë për shërbimet këtu. Ka shumë profesionistë të mirë dhe mbi të gjitha kostot janë shumë të ulta krahasuar me Italinë. Kam bërë dhe kërkime në rrjetet sociale dhe kam parë që Shqipëria ka bërë progres të madh vitet e fundit. Pacientët e kënaqur sjellin pacient të rinj. Një është kostoja, që është diku 50-70% më lirë se në vendet e tyre. Gjëja tjetër është koha, që është më rëndësishme apo në elën të fundit, që për një mbushje dhëmbje apo për një intervent duhet të presin me vite të tëra, atje ndërsa për një higjienizim, pastrim, profilaksi normale duhet të presin madje me muaj të tërë për ta marrë si shërbim.
Më besnikët mbeten pacientët e vendeve fqinje, por sipas specialistëve nuk mungojnë as të huajt e vendeve të zhvilluara. Janë Gjermania, Italia një numër shumë i lartë, Zvicra që e vizitojnë Shqipërinë, Anglia, Amerika, edhe Greqia ka goxha shumë që zgjedhin të vinë të marrin shërbime mjekësore në Shqipëri. Gazetari dhe publicisti Frok Çupi ka prezantuar mes njerëzve të njohur të letërsisë librin e tij më të ri me titull Kali s'po donte. Në dëpërtim artistik, në zhvillimet sociale dhe politike, libri shënon një tjetër arritje të autorit. Kali s'po donte është libri i fundit i shkrimtarit Frok Çupi. Gazetari e promovoi mes miq dhe personaliteteve të njohur të letërsisë dhe publicistikës në Muzeun Etnografik të Elbasanit. Është një libër me, si më thënë, ngjarjet politike ose si thua me shënimet mbi ngjarjet politike për një periudhë rreth një vjeçar. Është një libër me lajmin e komentuar ose si thua me esen. Duket sikur është një roman në kuptimin e vazhdimësisë, nga njëra ngjarjet e tjetra ke lidhje, çdo njëra prej ngjarjeve ka lidhje me tjetrën. Thënë vërtetën jam nisur nga ideja për të krijuar një model, nëse gazetaria mund të rrojë gjatë. Autori tregon pse zgjodhi këtë titull për librin e tij. Jam referuar kafshës pa e kuptuar. Kam dhe një libër para këtij me një titull Qeni me 3 këmbë. Dhe me të gjitha, me sa kuptoj, më shqetëson fakti që shoqëria ka deformacione, deformohet. Dhe këtë deformim të shoqërisë e shikojmë vetëm në sjelljen e kafshës. E kafsha është gjithmonë dhe pse është qenie e papërsosur, e korrigjon qenien e përsosur që është njeri. Realisht është një tregim, është një ngjarje e vërtet ku një kalors në autostradë madje e kishte vënë kalin në shpejtësinë përballë makinave, në korsinë e shpejtësisë dhe e hyshte që të este. Ndërsa kalin ishte ngulur dhe nuk donte, si më thënë, nuk mund të ecte. Domethënë është një simbolik e korrektimit të sjelljeve të pakontrolluara të ne njerëzve. Jo rastësisht, publicisti zgjodhi qytetin e Elbasanit për ta promovuar këtë libër. Është një qytet me lexues, është një qytet tradicional dhe një qytet shumë i kulturuar. Përmes përshkrimit dhe metaforës, autori synon që përmes këtij libri të shkojë përtej dinamikës së zhvillimit social dhe politik në vendin tonë. Me këtë informacion kemi mbritur në fund të News Hour. Unë ju rikujtoj se portretat më të fundit informojeni në çdo kohë duke klikuar në abcnews.al, si dhe mund të na dëgjoni në Radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.